Jam shumë e lumtur që në studio kam dy artista të rinj të muzikës shqiptare. Diana, përshëndetje. Përshëndetje, mirë si u gjej. Je shumë e bukur dhe të falenderoj që pranove ftesën. Faleminderit juve. Montano, përshëndetje. Përshëndetje. Është kënaqësi të kem në studio. Kënaqësia ime. Diana, doja të di se si nisi rrugtimi jot në muzikë. Rrugtimi im në muzikë ka nisë që nga mosha 6 vjeçare. Diana nuk ka pas atëherë këngë të veta. Diana thjesht ishte një gocë e cila kishte ëndra shumë të mëdha, ashtu siç i ka dhe sot. Dhe po, që në moshën 6 vjeçare, duke u marrë me koncerte, festivale të ndryshme, duke marrë pjesë në për kompeticione të ndryshme, derisa pastaj u bëra pjesë e Dua Hit. Ti the me një vajzë me ëndra shumë të mëdha. Po. Cila është ëndra më e madhe sot? Ëndra ime më e madhe që atëherë dhe sot që flasim është e njëjta. Që të bëhem një këngëtare me emër, të kem një identitet timin, njerëzit më njohin për atë çfarë unë bëj, dhe mendoj që është gjëja që bëj më së miri, mund ta them. Cilën zhanër preferon dhe cilën performon? Unë jam shumë tek pop balad, aty edhe hip hop patjetër, por që pop balad qëndroj shumë mirë. Doja të di ky pasion jot, ky talenti e ke trashëgimi apo? Unë e kam të trashëguar, mund ta them. Po, nga babi, edhe vllai gjithashtu. Jemi familje muzikantësh. Edhe jam rritur me frymën e muzikës. Sa mirë. Po. Është diçka shumë e mirë, por unë doja të di se kush është personi që të ka mbështetur. Personi që më ka mbështetur është familja ime pikë pari. Nuk kanë dyshuar kurrë në aftësitë e mia, dhe patjetër që nuk mund të mos e përmend që është Princi, që është menaxheri im tashmë. Ai është një shtys shumë e madhe. Do me thënë Princi ka qenë personi i parë që ka besuar tek ti. Po, që ka besuar që ti vlen. Po, që unë vlej. Po, më ka hapur derën dhe unë për këtë do jem mirënjohëse gjithë jetën time. Sa këngë ke publikuar ti deri më tani? Unë tani për momentin kam vetëm 2 këngë. Të tjerat janë hap pas hapi, janë në rend, më fal, në rend, dhe mezi pres që të dëgjohen, mezi pres që unë të shfaq ato çfarë unë di të bëj. Dhe njerëzit të ngelen patjetër të kënaqur, nuk është vetëm pjesa që unë kam dëshirë, po dhe njerëzit të shohin diçka. Të shohin këtë gocën që kjo goca me vërtet ka talent, vlen me vërtet, dhe pse jo t'i japim një pikë, një shtys dhe më shumë, patjetër, që unë të vazhdoj dhe më tutje. Si i ke pritur këto këngë që ke publikuar? E kisha atë, e dije që do të mbështesi publiku? Me thënë të drejtën kam qenë shumë skeptike. Deri në pikën ku kam lançuar këngët, pastaj kur pash që kisha atë lloj mbështetje, thash, wow, e kupton ku kanë qenë gjithë ta njerëz. Ka pas dhe njerëz që nuk njihnin. Nuk njihnin fare kush jam, si jam, as kontakt me mua, as asgjë, thjesht më kanë mbështetur, ndoshta nga talenti patjetër, nga padyshim që përveç mbështetjes dhe suportit ka dhe shumë paragjykime. Po, në shoqërinë tonë. Janë të shumta. Doja të di se si e ke përballuar këto paragjykime. Unë jam tip që nuk e vras shumë mendjen, me thënë të drejtën. Nuk është se nuk ndikohem, por i marr gjithmonë si shtys për të ecur përpara. I marr gjithmonë anën pozitive të tyre, pavarësisht se çfarë thuat. Gjithmonë këtë e kam si pikë synim që unë mos ndikohem nga komente negative, se po ndikova, unë e di veten time dhe jam pastaj që mbyllem, e kupton? Dhe gjëja më e mirë që kam bërë dhe që e motivoj veten gjithmonë është që mos t'i marr për bazë fare se çfarë thon. Për mua janë më e mirë. Por duhet të cekim se nëse ka komente negative, do të thotë që je super mirë. Patjetër, po, këtë po them pra që unë gjithmonë sado negative të jenë, unë marr gjithmonë anën e mirë të saj, që do të thotë që mua më vlen për karrierën time. Ne tani ne të dyja jemi vajza. Po. Dhe kemi shoqëri. Ku i ke shoqet ti pasi nxore muzikën, pasi kishe gjithë këtë mbështetje? Ni kishe mbështetje të shoqet? Patjetër. Sa mirë. Shoqërinë që unë e kam me gishta, dhe që do të thotë i kam të numëruara. Nuk kam shumë, por ato që kam e di që më mbështesin shumë dhe e kanë treguar në çdo projektimin. Unë doja të di se kush ka qenë personi i parë që ti je influencuar, le ta themi, nga një këngëtare shqiptare apo e huaj? Mund të them që mund ta marr si kështu, domethënë si shembull ose si nuk është se kam këngëtare që vdes, e kupton? Po thjesht e marr si shembull që është ndoshta për gjithë është Dafina.
Dafina Zeqiri. Është diva. Dhe mua më pëlqen. Ama unë dua të ruaj identitetin tim. Të rish brenda kornizave të tua. Mos t'jem imitimi dikujt tjetër, jo. Unë nuk e preferoj këtë gjë. Dua të jem vetvetja. Tani, se të lami çik pas dorë ty, se ne jemi vajza, mo. Patjetër. Edhe ju e meritojmë. Patjetër, është kënaqësia ime të jem këtu në studio dhe po ndihem shumë mirë faktikisht. Po normalisht që do ndihesh mirë se nuk e ka kohë termin vibe. Patjetër, edhe vibe është shumë i mirë. Në fakt unë fola me Dajanën për rrugtimin e saj, por me ty nuk arrita dot të pyesja në fillim. Si ka qenë rrugtimi yt? Atëherë, muzikën unë e kam pas pasion që fëmijë që i vogël, edhe domethënë mbaj mend tekstet e para i kam shkruar kur kam qenë vetëm 12 vjeç. Po, edhe të bëje muzikë në ato kohë ishte e vështirë, se ishte e vështirë gjej një studio ku mund të shfaqje talentin tënd. Për mua ka qenë një rrugtim i bukur, aq sa edhe i vështirë, ka peripecitë e veta, të bësh muzikë nuk është edhe aq e lehtë, nuk është ajo që duket nga jashtë. Patjetër, familjen e kam pas suportuese, shoqërinë e kam pas gjithmonë suport. Për mua është pasion, më shumë se sa industri ose biznes, se disa e shohin si biznes. Për mua është pasion. Por është edhe një farë biznesi. Patjetër. Mund ta quajmë që s'është biznes. Patjetër, por kur diçka e bën me pasion, e bën edhe më mirë. Nuk e kam pa kurrë si biznes, nuk e kam pa thjesht pasion. Për mua është më shumë pasion. Për mua është ajo që unë e bëj, çdo që të bëj në jetën time, prap ajo është pjesë e imja, që unë do bëj muzikë gjithmonë, edhe kur t'jem 40 vjeç, edhe kur t'jem 50 vjeç, ajo është gjë që ka lindë me mua. Ti bën rap? Po unë bëj rap, po. Edhe 40 vjeç rap? Edhe 40 vjeç rap, do e bëjmë çik më ndryshe, po edhe 40 vjeç do bëjmë rap. Unë në fakt doja të di se sa e vështirë është të depozitosh në tregun muzikor shqiptar sot. Është shumë e vështirë për vetë faktin se ka shumë talenta, ka shumë artista të ri. Sot në rrjetet sociale gjithkush mund të adaptohet. Çdo njeri e ka të dritarin e vet, faqen e vet dhe mund edhe shumë e vështirë. Rrjetet sociale, sa ndihmojnë rrjetet sociale tek një artist i ri, le të themi? Rrjetet sociale faktikisht po ndihmojnë shumë artistat e ri, domethënë dikur e vetmja mënyrë që ti të promovohesh ishte emisionet. Domethënë kur dikur nuk kishe rrjete sociale, sot çdo njeri mund dalë dhe të shfaq talentin e tij, bë pak. Domethënë, rrjetet sociale është një benefit shumë i madh për të gjithë artistat e rinj. Patjetër. Edhe për memet. Patjetër, mund të bësh dhe meme. Fatkeqësi është ajo, por që jo, është e mirë dhe memja, e merr famën. Po ka meme faktikisht që janë pozitive, ka meme që pastaj marrin për keq. Shumë e vërtet. Se ka 2 medalja ajo puna memeve, por që unë sërsi kam shumë gjë. Kush ishte personi i parë që besoi tek ti? Personi i parë që besoi te unë mund të them vetja ime. Vetja ime, unë kam bë muzikë, domethënë pa pas një person që të m'jepte okejn se kush isha unë dhe çfarë dija të bëja unë. Kur isha 12, 13 vjeç, 14 vjeç, unë merrja një laps, një letër edhe bëja tekste vetëm. Domethënë pastaj me shok, me shoqëri. Duke u tregu tekste shokëve, ishim thjesht adoleshenta. Edhe sa e bukur, kjo sa e bukur e konga. Kështu vazhdoj. Unë dua të di pak më shumë për marrëdhënien tënde me vllain tënd. Me vllain tim. Vllai im është, domethënë pika ime e fortë, pika ime e dobët, është njeriu që më ka suportuar gjithmonë, është njeriu që është gjithmonë aty mbrapa kuintave, edhe është gjithmonë mbështetja më e madhe, edhe duke qenë se kemi pak diferencë me moshën, kuptohemi. Patjetër, është njeriu që unë i besoj më shumë. Kështu që e përshëndesim Leon. Patjetër. Unë Leon e njoh personalisht. Leo është djalë fantastik për të gjithë ata që nuk e njohin. Unë e di se si është Leo, ndaj të pyeta për Leon se si është marrëdhënia juaj dhe se sa dobi ka në jetën tënde Leo. Por doja të me fatun që e kam. Patjetër. Jemi me fat të gjithë, kush e ka pjesë të jetës Leon janë shumë me fat. Patjetër, faleminderit. Por doja të di nga të dy ju,
Cili ka qenë momenti më i vështirë gjatë kësaj eksperienca që keni hasur? Muzika ka vështirësitë e veta, ka ato ditë që ti nuk je i motivuar për të bërë muzikë, se që të bësh muzikë duhet një farë vibe. Emisioni është vibe, duhet një farë vibe që të bësh muzikë. Patjetër ka pas ditë mia që kam thonë duhet ta lej fare, por prapa jo ta thash është pjesë e shpirtit, është pjesë e talentit, edhe gjithmonë kam gjetur atë motivimin për të vazhduar dhe për ta bërë si gjë. Muzika thash është më shumë pasion tek unë, ka lind me mua dhe do vdesi me ty. Do vdesi me mua, kështu që nuk ndryshon. Njëjta gjë është dhe për mua në fakt, kur X situatë ndoshta nuk më bën që të ndjehem mirë dhe vazhdoj mendoj më shumë se ç'duhet, saqë më bën që të heq dorë, ndoshta jo është fjalë shumë e madhe, por që më demotivon. Në një X afat kohor, domethënë them jo, stop, nuk dua. Por sa e merr veten nga ky demotivim? E marr veten shpejt sepse është pasioni im, e kupton, ka lindur me mua dhe nuk e heq dot, sado vështirësi të kem. A mendon se industria muzikore sot pamja ndonjëherë vlen më shumë se talenti? Patjetër që ka përqindjen e vet dhe ajo, ama ti mund t'jesh dhe e bukur, por nuk je talentuar. Është dhe kjo, dhe unë mendoj që njerëzit e shohin më shumë talentin pavarësisht se çfarë thon. Unë mendoj që talenti vlen më shumë se bukuria. Ajo çfarë ti vërtet përcjell. Po, këty kanë pa dhe bukurinë. Pamja, rrofsh, faleminderit. Faleminderit, kanë parë dhe bukurinë. Të falenderoj shumë, por që për mendimin tim, domethënë, ka të bëjë më shumë talenti se sa bukuria. Ti mund të kesh para, thonë sot, dhe mund të bëhesh e bukur. E kupton, kështu që me që jemi këtu te paraja dhe ndërsa talenti nuk e blen dot, që njerëzit të duan. Me që jemi këtu. Si ke që femrat ti të bëra, apo të pa bëra, natyrale? Për zotin natyrale, me të thonë drejtë. Ha, se kështu bëni jo, edhe në fund u tërheq vëmendja, jo e bëmja. Te unë është... Apo jo, e vërtet është kjo. Te unë është komplet e kundër, me të thonë drejtën. Nuk ka si natyrale. Si që ka falë Zoti. Si që ka falë Zoti, si që ka falë natyra, kështu që për mu patjetër është natyrale. Diana, doja një mesazh nga ty për të gjithë ato që të kanë ndjekur nga dita e parë deri më tani. Diana e ëndrave të mëdha nuk do ndalet. Diana do vazhdoj të punoj, do vi fort dhe shumë fuqishëm madje me projekte të reja, bashkëpunime. Dhe mos mendojnë se e di që kanë aluduar ca njerëz që unë njoh, që jo po kjo e la, po kështu ashtu, por që duhet ju them që jo. Unë jam këtu, do rezistoj deri në pikën e fundit që unë të arrij aty ku unë vërtet dua. Sa e bukur. Ishte një mesazh shumë i bukur dhe ishte një mesazh për të gjithë vajzat që ta kenë parasysh këta. Po, goca duhet ta kenë parasysh që mos të kenë komplekse. Domethënë gjëja që un kam primare që nuk kam komplekse fare. Qoftë edhe gabim, le të jetë, mua nuk më intereson. Nëse unë e ndjej ta bëj, unë e bëj. Dhe nëse është e mira për mua, unë patjetër që do e bëj përsëri. Kështu që nuk shoh gjykimet, paragjykimet, unë jam Diana, unë jam kjo vajzë dhe unë do bëj këtë që unë dua dhe jo çfarë thon të tjerët. Kështu të gjithë gocat duhet bëjnë këtë gjën, që të dëgjojnë veten e tyre dhe jo të tjerët. Askush nuk e di më mirë se ti se çfarë do. Me që e dham mesazhin për vajzat, tani ty takon do japësh një mesazh për të gjithë djemt që janë të ri në karrierë. Unë du t'ju them që të kenë besim tek vetja edhe mos të dorëzohen kurrë. Ky është mesazhi i vetëm që du t'ju them, është që vetëm të ecin përpara edhe të ndjekin ëndrrën edhe talentin e tyre. Kjo për mua është ajo kryesorja dhe primarja. Tani, përpara se të flasim pak për bashkëpunimin, si lindi, si ndodhi, ç'as ndodhi, unë jam pak natyrë ngacmuese dhe dua të di pak për ju se si është. Folë Klea. Se si e keni zemrën, e keni të zënë, të hapur. Unë jam komplet i hapur. I hapur? I hapur, komplet. I hapur për çfarë? Për çdo surprizë që mund servir jeta.
Kështu që për vete jam free. Free. Free, më pëlqen të jem kështu free. Për sa kohë të pëlqen të jesh free? Po nuk e di, për momentin po e shijoj kështu. Për momentin po e shijoj kështu, pastaj nuk e dihet. Çfarë të ketë shkruajt Zoti? Zoti për mirë mundohet. Po patjetër. Kështu që çfarë të ketë shkruajt Zoti? Hami Diana, hami Klea. Qa do të dish? Dua të di pak tani se gjithë kjo gocë, jo vetëm unë, por çdo kush që do të shikoj do të di më shumë rreth teja. Diana është free. Free. Diana është free. Njerëz. Free. Ne jemi si grup kështu free. Mendoj që është fiks koha kur duhet t'i përkushtohemi vetes. Është fiks mosha ku duhet t'i përkushtohemi ëndrave tona. Mendoj unë dhe jo dikujt tjetër. Me thon drejtën sot femrat duan shumë vëmendje, kështu që po pse nuk e meritojnë? Jo, patjetër që e meritojnë, po do të them kur merresh me muzika dhe arti kërkon atë vëmendjen e vet, nuk mund t'i bësh për mendimin tim të dyja kur ti je në fillime që duhet përkushtohesh. Ti vlla që je tu ngel beqar. Unë s'jam dakord. Mund të kundërshtosh? Po patjetër që kundërshtoj. Nuk jam dakord. Kush do vërtet, patjetër që mund të bëj të dyja. Se kemi lënë muzone këtu. Kjo e vërtet. Apo e kam gabim. Kjo është e vërtet. Po. Kush të do ka kohë për ty. Patjetër, unë them atë që unë shpreh atë që konstatoj të drejta. Okej, cila është femra që të përmbush kriteret ty? Për mua ajo që përmbush kriteret është një vajzë që të ketë parimet e veta. Një vajzë që tjetë e përkushtuar për familjen. Edhe kjo për mua është kryesorja që një femër do ishte në krahun tim. Këto dyja kam. Po ti çka ke ndaj gjë të veçantë? Unë që kam veçantë, nuk kam shumë të veçantë. Se gjithë meshkujt i thojnë diku. Flas për veten i bie që sikur nuk e kam karakterin tim që të po të them pikat. Du të lej tjerë që të flasin për mua se çka kam pikat forta, çka kam duket shumë kështu të flas për veten, nuk e bëj asnjëherë, kështu që Mirë. Mirë. Mashkulli jot çka kriterësh duhet të ketë? Thjesht vetmja gjë është që të më mbështesi në atë çfarë unë bëj. Kaq. Të më mbështesi në, po patjetër sepse nëse ai kërkon një version tjetër timin, atëherë ai nuk më do mua. Do një tjetër version të Dianës. Kështu që të më mbështesi në ëndrat e mia, të më doj, të më respektoj, të jetë me kom në tokë. Edhe unë plotësisht me ty jam. Nuk ka nevojë për shumë makina apo shumë para. Mjafton të ketë mendje. Të funksionoj truri. Kaq. Them edhe po pat. Mirë, më patjetër, ajo është karate lebi, po patjetër. Po pat mirë është. Nëse nuk ka s'është problem. Ideja është të ketë vizion. Pra ne kemi parë shumë sot se vajzat ndryshojnë çdo gjë tek vetja e tyre për një mashkull. Ja. Për një mashkull. Duhet të dalësh nga vetja jote për një mashkull, në karakter. Po çfarë do lëgjoj, për shembull kam një po i herë që e bëjnë, po që po në karakter. Është shumë e padrejtë jeta kështu mendoj. Të padrejtë mendoj që e bëjmë ne. Nuk është e padrejtë. Jo të gjitha, se nuk janë të gjitha. Ka vajza që duan të ndjekin vizionet dhe ëndrat e tyre. Po pra, nuk ke pse të ndryshosh veten për një mashkull. Unë ta thash dhe çfarë që nuk ka pse mashkull të ndoj për versionin që ai do që unë t'jem. Unë jam kjo. Nëse më pëlqen, mirë, nëse nuk më pëlqen, dera është e hapur, mund të ikësh. Kalon mirë. Për dashurinë unë mendoj që bën ca sakrifica, kuptoj. Sakrifica jo ndryshime. Patjetër, po ti ndryshon për dashurinë? Unë nuk ndryshoj se unë jam ky karakter dhe nuk ndryshoj për asgjë. Po sakrifica, patjetër. Patjetër, unë nuk e vë. Një marrëdhënie, një lidhje nuk mbahet asnjëherë dot pas pat. Okej, cila është sakrifica më e madhe që ke bërë ti për dikë? Për një femër? Po unë s'kam pas asnjëherë të drejtën një femër që mund të kem pas sakrifica për të, kështu që vetë po erdhi. Pas ke rënë dashuri ti? Kam rënë dashuri deri më sot. Shumë gabim. Unë mendoj, pavarësisht se nuk e kam provuar ende, mendoj se të dashurosh është gjë më e bukur që përjeton një person. Unë nuk jam plotësisht. Të më çke. Unë jam plotësisht dakord me këtë, po kur të vi mirë se të vi, nuk është se nuk imponohet dot. Ajo është gjë që vjen natyrshëm. Njeriu nuk dashuron dot me zor, kështu që jo, absolutisht. Patjetër, kështu që kur ke dashuruar ndonjëherë ti Diana?
Po. Si është të dashurosh? Është përjetim shumë i bukur, por që kaq, përjetim shumë i bukur mendoj, ndoshta nuk është e rëndësishme që ta zgjas më shumë. Edhe unë nuk dua të prek më në të shkuarën, që ka ik, ne shohim të ardhmen. Nuk më thjesht nuk është përjetim shumë i bukur, është emocion shumë i bukur. Gjërat janë të shkruara, mendoj. Dashuritë më dha nuk zgjasin. Çuna mos dashuroni se është kurth. Kurth? Po. Pse? Ku di unë shumë duket. Jo, po ti edhe thua nuk e kam provu dhe jep mendim tani është kurth. Pse është kurth? Unë jam si ai që mësoj nga gabimet e tjerëve. Edhe çka kam pa. Po të dashurosh nuk është gabim. Nuk është gabim, po them është një kurth i lezetshëm, aty duket mirë në fillim, pastaj fush me lule në fillim, pastaj jeta malore. Pastaj jeta malore, kështu që keni kujdes. Po, dëgjojeni këshillat e. Tani, folëm për zemrën, për jetën, për të ardhmen, për të shkuarën. Të dy jeni për një qëllim. Patjetër. Si lindi ideja e bashkëpunimit tuaj? Atëherë ne faktikisht punojmë po me të njëjtën studio dhe jemi për ditë, domethënë bashkëpunimet lidhin komplet natyrshëm, nuk është se bëhet një plan që do bëjmë me matematik një bashkëpunim. Shtrohet konga, domethënë instrumentali që bëhet nga producenti. Edhe unë kam shumë këtë pjesën e instrumentalit e kam me ndjesi, domethënë e kam shumë të vështirë që të ndjej për një instrumental. Edhe por kur është instrumentali i bukur, atëherë më jep atë ndjesim për të shkruar tekstin edhe për të se lidhet edhe me karakterin, atë që don ti, çfarë muzike do që të bësh. Kështu që bashkëpunimi me Dajanën ka qenë në studio aty ka lind. Jemi për shtat. Jemi për shtat, domethënë karakteri që jemi për shtat se mund të jesh shumë talent, po nuk përshtatesh. Domethënë keni dy rryma që nuk përshtaten. Ne na kanë gjithë bashkëpunimi edhe ka dal një këngë shumë e bukur, domethënë presim ta lançojmë së shpejti. Është një këngë verore. Në fakt ato doja të pyesja se pse pikërisht zgjodhet njëri tjetrin. Po ka të bëjë dhe kimia në momentin që bashkëpunon. Ka patjetër që ka kimi, se në momentin që nuk ka kimi, edhe kënga nuk s'ka frymën e bashkëpunimit. Patjetër që ka kimi. Kemi edhe këtë që ne punojmë, ta thash, ne punojmë me një studio, edhe është shumë e thjeshtë, shumë e lehtë kur ka frymën e mirë që bashkëpunosh. Ne aty kemi projektet e njëri tjetrit, mund ka pëlqy, ka qenë një demo që ka nis Dajana me Princin, unë jam fut aty. Më ka ne bukur si këngë, kështu ka qenë edhe. Për çfarë flet kënga? Atëherë për lej Dajanës unë që të flasi për këtë pjesë. Kënga flet, për çfarë do flasi? Për dashni mo? Për dashni. Për dashni flet. Po pse ecin kaq shumë këto këngë të dashnisë, nuk e kuptoj. Po njerëzit janë të lënduar. Vuajnë mo ti, ku di unë tani? Është këngë vuajse. Jo, është këngë ritmike, por që flet për dashnin. Është ritmike, domethënë njerëzit do kërcejnë me të etj. Do kërcejmë njerëz, do të zbulojmë më shumë gjëra se. Këtë projekt, çfarë bën më të veçantë nga të tjerët? Faktikisht për mua këtë projekt që e bën më të veçantë është se është bashkëpunimi i parë që kam bërë me një femër. Edhe kjo është e veçanta e këtij projekti për mua, plus që është ritmike, unë më shumë kam bërë rap dhe kam në repertorin tim, po kjo është këngë më ritmike dhe bashkëpunim me një femër. Bashkëpunimi i parë me një femër. Edhe i paske rënë pikës. Po. Rofsh më i kle. Ky është bashkëpunimi jot i parë? Jo, nuk është bashkëpunimi i parë, unë kam pas bashkëpunime të tjera me çuna. Është i dyti. A keni pasur ndonjëherë debat gjatë realizimit të këtij projekti? Asnjëherë, jo. Ne nuk e dim çfarë është debati. Ne thjesht punojmë, argëtohemi, nxjerrim një përfundim, që është një projekt, e finalizojmë dhe shkojmë shumë mirë bashkë. Faktikisht me Dajanën nuk kemi pas kur debate, por edhe ky projekt absolutisht ka e zgjevaj, shqyrë zotit, po debatet
Në punë janë pjesë e punës, mendoj unë, edhe janë pjesë produktive e punës. Nëjherë debatet japin progres edhe projektit edhe nuk mendoj që çdo herë mund të shkoj vaj. Tani doja të di se çfarë keni zbuluar për njëri tjetrin gjatë këtij projekti. Po, me të thonë drejtën, kam zbulu që kjo vajza është një talent. Këtë e kam zbulu. Të njëjtën gjë kam zbuluar dhe unë te Montano. Tjetër gjë jo. Këto dyja. Videoklipin e keni bërë? Po. Videoklipin e kemi bë, presim se janë pjesët e montazheve gjë, po videoklipin. Cila ka qenë pjesa më e vështirë e videoklipit? Videoklipi, them drejtën, është pjesa që e vështira është pjesa lodhjes orët e gjata të xhirimeve. Edhe plus kjo vapa. Edhe që vapa është i të tmerrshme. Domethënë pjesën më të vështirë pastaj e kanë montazhierët edhe që bëjnë montimin e videoklipeve. Si mendoni se do ta pres publiku këtë bashkëpunim dhe a mendoni se do jetë hiti i verës? Unë tani pritshmërit, kjo pjesë e kam kështu, e bëj këngën që më pëlqen edhe që më duket që është e mirë, edhe e shijoj vetë, e nxjerr. Pastaj nuk është se i vej shumë pritshmëria, po për mua është një këngë e mirë, është karakteri im ajo këngë dhe thjesht e nxjerr. Dhe shpresoj që të pëlqejet nga masa dhe nga publiku. Ndërsa unë pres shumë që të na përkrahin me këtë bashkëpunim që kemi. Mendoj që do ja vlej. Që ta dëgjojnë të gjithë. Do ta dëgjojnë patjetër me Diana. Projekte tjera bashkë keni bashkëpunim? Momentalisht nuk është se kemi. Apo shikoni si do eci? Jo, momentalisht është ai projekt, domethënë që presim ta nxjerrim, nuk aty jemi në studio gjatë gjithë kohës, prodhojmë muzikë edhe pse jo, bashkëpunime tjera. Patjetër. Çfarë i premtoni publikut dhe të gjithë njerëzve që ju ndjekin? Atëherë publikut i premtoj që do bëjmë shumë muzikë, kemi shumë projekte, përveç bashkëpunimit me Dianën kam edhe ca projekte tjera. Na i zbulash? Po kam projekte solo, janë projekte rap, hip hop, domethënë janë shumë projekte në studio, edhe po i lejmë surprizë për publikun. E njëjta gjë dhe për mua. Kam projekte të ndryshme, solo, bashkëpunime. Nuk mund të them se me kë, por që do e shihni me kohën. Ju falenderoj vërtet shumë që ishit pjesë e programit Vibe. Ju uroj shumë sukses dhe shpresoj të arrini maja sepse e meritoni. Për mua ishte kënaqësi që isha pjesë e Vibe. Sukses edhe ty. Dhe të falenderoj shumë për çdo fjalë pozitive që na transmetove. Atëherë faleminderit shumë Klea për ftesën, ishte kënaqësi. Ishte vërtet një intervistë që do ta mbajmë kështu si intervistë e parë, se është edhe intervistë e parë për mua, kështu që. Edhe s'do vish më? Patjetër që do vim. Thash është e para, po jo. Do vim për projekte të tjera, patjetër që do vim. Do jeni gjithmonë të mirëpritur. Faleminderit shumë. Dhe jam shumë e lumtur që në Shqipëri po dalin çdo ditë më shumë talente. Talente. Jo artist, talente. Ta theksojmë. Shumë suksesa. Faleminderit. Ja, pra kështu erdhi fundi këtij programi, bashkë do të shihemi sërish të hënën në orën 19. Mos harroni të na ndiqni. Mirupafshim.